Bordi i Transparencës ka zhvilluar mbledhjen e radhës këto të shtunë ku ka vendosur tarifat e reja tavan për shitjen e karburanteve në vend. Sipas vendimit të ri, çmimi maksimal i shitjes me pakicë për naftën do të jetë jo më shumë se 195 lekë për litër, ndërsa për shitjen me shumicë, kufiri është caktuar në 183 lekë për litër. Për sa i përket benzinës, çmimi i shitjes me pakicë nuk duhet të kalojë vlerën prej 182 lekësh për litër, ndërsa ai me shumicë është vendosur në 170 lekë për litër. Këto çmime do të qëndrojnë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen lëvizjet e radhës në treg. Bordi u ka tërhequr vëmendjen të gjithë operatorëve të shitjes me pakicë dhe shumicë për detyrimin e zbatimit të këtyre tarifave, duke paralajmëruar se çdo shkelje e konstatuar do të ndëshkohet me pezullim të menjëhershëm të aktivitetit. Referuar aktit normativ të datës 3 prill 2026, nëse nafta do të kalonte kufirin prej 220 lekësh ose benzina 200 lekë për litër, do të aplikohet një zbritje e akcizës në masën 80%. Megjithatë, duke qenë se çmimet aktuale pas përllogarities sipas metodologjisë mbeten nën këto kufi kritik, niveli i akcizës për karburante do të vazhdojë të zbatohet i plot në masën 100%.